Një person është gjetur pa shenja jete në orët e hershme të mëngjesit në qytetin e Prizrenit. Këtë e kanë konfirmuar edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit. E ka bërë të ditur se rasti është raportuar rreth orës 7:25 kur policia ka pranuar informacion se në rrugën Enver Buqa në lagjen Arbana, një person është gjetur i pajet nga një fqinje. Sipas tij, bëhet fjalë për një moshkull rreth 53 vjeçar me inicialet EPX, i cili jetonte vetëm me nënën e tij. Në vendin e ngjarjes kanë dalë ekipet emergjence, të cilët kanë konstatuar vdekjen e tij në shtëpi. Patrulla policore ka siguruar vendin e ngjarjes, ndërsa në vijim kanë dalë dhe hetuesit e sektorit rajonal të hetimeve. Pas përfundimit të ekzaminimit të vendit të ngjarjes me urdhër të prokurorit kujdestar, trupi i pajetën është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore IML në Prishtinë për ekzaminim. Lidhur me rastin, është iniciuar rasti hetim i vdekjes.